Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëplotit, i nderuar kryeimam Dr. Orhan Efendi Bislimaj, të nderuara mualime, shumë të dashur nxënëse, të respektuar ju familjar, prindër, lejoni t'ju përshëndes dhe t'u uroj Bajramin e Kurbanit me urimet më të mira për ju dhe familjet tuaja. Natyrisht për ne është një ditë e gëzuar, sepse jemi në ditë feste, mirë po më tepër na gëzon fakti që sot jemi mbledhur së bashku këtu për ta kremtuar në mënyrë edhe simbolike pra ditën e Bajramit të Kurbanit. Andaj dua të përqej mesazhet më të mira, që të mbretëroj paqja, harmonia, lumturia, dashuria, mbi gjitha mirëkuptimi tek ju dhe familjarët tuaj. Dhash Zoti xhaleshanuhu të kremtojmë gjithmonë së bashku për të mirën tonë të përbashkët dhe të angazhohemi ne të gjithë për të mirën tonë. Më lejoni që në prezencën tuaj të falenderoj mualimet për angazhimin, departamentin e gruas, t'ju falenderoj edhe juve nxënës të respektuar që sot gjendeni me ne dhe gjithmonë na jepni kënaqësi në këto ambiente dhe ambientet e tjera me programet tuaja të veçanta. Dhash Zoti xhaleshanuhu të takohemi gjithmonë për të mira. Urime Bajrami e gëzoshëm të gjithë së bashku. Faleminderit.